Me emrin e Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, festa e Kurban Bayramit simbolizon flijimin dhe sakrificën. Me të vërtet, besimtarët musliman flijojnë nga kurbanet e tyre, por qëllimi është që të flijojnë dëshirat e shfrenuara, egon, sepse, siç thotë edhe Zoti në Kur'an, tek ai nuk arrin as gjaku dhe as mishi, por se devotshmëria, pra për kushtimin. Ne duhet të ndërtojmë një shoqëri e cila është ndërtuar mbi bazat e moralit, për të kushtuar si shoqëri përgjithësi. Dhe ajo që urgohet gjithashtu edhe nga politika është që të sakrifikojë dhe të flijojë edhe ato egot dhe gjithashtu interesat e saj, oportunizmin partijak, që të shikojë më tepër me syrin e mëshirës, të flijojë diçka nga e brendshme atyre për të parë me syrin e mëshirës dhe individët e kësaj shoqërie, në mënyrë që të krijohet një shoqëri sa më e denjë dhe sa më përfaqësuese. Unë i uroj të gjithë besimtarët musliman t'ia kalojnë mirë dhe bukur dhe lumtur festën e Kurban Bayramit. Zoti ja pranon sakrificat, adhurimet, përkushtimin ndaj Zotit. Dhe një detaj tjetër, falja e Kurban Bayramit bëhet në orën 6:15 ditën e premte. Imami unë folët për flijime, pra jo vetëm flijime fizike të kafshëve, por dhe flijime shpirtërore, psikologjike, pra flijime që duhet i bëjë secili prej nesh, qoftë edhe politikanët. E mendoni të mundur një gjë të tillë, sidomos në shoqërinë tonë që po anon gjithmonë më tepër drejt luksit, drejt harxhimit të paras, por edhe drejt mëkatit? Thënë drejt, një shoqëri pa Zot, jo si koncept, sepse koncepti i Zotit ekziston tek çdo individ të shoqërisë, por një shoqëri e cila nuk e ka implementuar dhe nuk e bërë pjesë integrale të saj Zotin, për okupimin dhe interesimin për të qenë dhe paksalla fetar në jetën e përditshme, atëherë do të shohim një shoqëri e cila është shumë larg këtyre vlerave që përmenda. Një shoqëri me Zot, një politik me Zot, që njeh edhe shpirtërorën, moralen, por njeh edhe materjen, normalisht do ta bëjmë më pranë virtytit, më pranë ndjeshmërisë, ndërsa një shoqëri e shkëputur nga Zoti, ne presim vetëm anët negative e mundshme çfarë mund t'i ofrojë ajo dhe jo anët e dobishme. Që shoqëria jonë premton të bëhet më e mirë? Unë shoh që premton, sepse prezenca e njerëzve në festat tona vjetore, Kurban Bayrami, Fiti Bayram, ka një prezencë që është e kënaqshme dhe e gëzueshme, të fut një lloj lumturie dhe gëzimi, një lloj shpresë, sepse 99% e atyre të cilët vijnë dhe marrin pjesë janë të rinj dhe mosha mesatare, kështu që përderisa ka një penjim të tillë, do thotë që ka edhe një lloj shprese. Megjithatë puna jonë duhet të jetë e vazhdueshme për të implementuar normat e moralit, besimit tek individët e shoqërisë.